fakt. E para që zoti Kaplani, pavarësisht asaj që tha Almeri, kur e ka marrë vesh kush kanë qenë, ka bërë hapin mbrapa. Është tërhequr direkt e para. Po, dhe lajmi i dytë i mirë është që në qoftë se Spaku ka thënë që ne jemi dedikuar tani siç tha Denisi për zgjedhjet, kjo është një dëshmi që janë të dedikuar realisht dhe jo vetëm duke pritur nëse denoncon dikush apo jo, por janë proaktiv, pra janë në terren. Nga do që ta kapësh, përveç konfliktit verbal që mund të ketë ndodhur që është i shëmtuar, pjesa tjetër për mua është një lajm i mirë. Ka pas përplasje fizike, thot Spaku. Redi, që ta bëj pak ne në fakt po kemi një përmirësim se siç apo ndodh. Për shembull, nga viti 96, pra zgjedhjet e fundit demokratike në Shqipëri kanë qenë 94, që referendumi i Berishës dhe ku pranuar rezultatet nga dy palët. Nga 94 dhe deri tani ne kemi pas gjithmonë probleme me zgjedhjet, në mënyra nga më ndryshme. Tani është një moment, Spaku thotë unë marr përsipër që ta rregulloj këtë çështje, po mos harrojmë sot ka vende në botë, madje time për zgjedhjet patën në SBA në mënyrë tjetër, për ndërhyrje ruse, fole, gjëra kësaj natyre. Pra, këto çfarë do të them me këtë që ne ishim në aksin e kundër, ne kishim një demokraci problematike që nuk e zgjidhja asnjëherë çështjen e zgjedhjeve. Tani po mundohemi ta kapim me organet represive të drejtësisë, sepse sigurisht Spaku nuk mund të jetë një organ që të rrisë sipër politikës, sepse nuk e ka këtë mision. Ndërkohë, bota nga, le të themi, ajo oazi i demokratik që ishte, se flas për perëndimin, tani ka filluar të shohë ajo problemet e veta, kështu që janë të mëdha sfidat në botë. Jo më në Shqipëri që ne kemi një kulturë të mos respektimit të ligjit dhe kultura më e madhe është që ti nuk futesh në lojë me kundërshtarin për të bërë një ndeshje të ndershme, po ti futesh përsi të gjesh mekanizmat që t'ia hedhësh kundërshtarit. Kundërshtarit bën të njëjtën gjë dhe ndërkohë arbitri kësaj radhe është ndryshe. Pra arbitri shihet çka ka ndodhur. Ne kemi patur një arbitër ndërkombëtar, po biem gjithë dakord të katërt, OSB-ja as se kupton fare se çfarë ndodh. Se kupton mentalitetin, dakor. Nuk e kupton, shkruan ca raporte. Procesin burokratik. Shkruan ca raporte kanë përshtypjen ato merr copy paste, kanë përshtypjen, ose merr çfarë thotë raportim mediash. Tani unë mendoj që Spaku me këtë përvojë të goditjes së grupeve në këto 4-5 vite ka krijuar një përvojë vëlla, edhe në raport me hetimin e zgjedhjeve. Dhe besoj që kësaj radhe edhe nëse po çovësh dy elementë Denis, që po thonë është një që ishte Partia Demokratike, ai lajmi për 500 euro vota, shovësh dhe këtë jemi prapë tek goditja e opozitës, le të themi. Kjo ajo 500 euro, po kjo nuk është punë e Spakut, vëlla. Jo, më dakor, ideja është çfarë ndodh, po them unë, po. Ti thua pse s'po goditën nga krau tjetër? Po jo, deri tani po them unë se mbase nuk e dim atë punë. Për mendimin tim, Spaku ka një deficiencë në goditjen e krimit elektoral. Nga e nxjerr këtë konkluzion që ta bëj edhe për studion, por edhe për publikun. Spaku ka disa regjistrime në Sky ECC, disa biseda ku janë përfshirë elementë të grupeve kriminale me politikanë të ndryshëm. Mbase politikanët jo të përfshirë drejt për drejt apo të përfolur emrat e tyre si rasti Taulant Ballës, si Berisha e nxjerr her pas here me ato bisedat që janë aty. Asnjëherë nuk kemi parë Spakun deri në këto momente që të ketë që të na thotë neve shqiptarëve apo gazetarëve, mediave në tërësi që neve kemi nisur një hetim për krimin zgjedhor. Që neve jemi duke hetuar rastet që na vijnë nga Sky ECC. Për deri tani Spaku ka qenë hermetik, ka qenë gojë mbyllur dhe nuk ka dhënë deklaratat e Dumanit, ai e thotë gjithmonë janë hetime të vazhdueshme, të gjitha përgjimet e Sky ECC. Ka një krimi elektoral mund të ndryshojë fatin e Shqipërisë. Sepse krimi është drejt për drejt indikatori kryesor i përdorur nga politika për vendosjen e rezultatit përfundimtar. Dhe një rezultat i deformuar çon gjithmonë në një keq qeverisje, Denis. Këtë duhet të them. Tani, nëse këta e tha, më thënë, këtë që po them tani e tha miku jon Rezar Kthupi herën e parë që e kishte shumë goditur dhe po e perifrazoj. Nëse tha ti do zbulosh krimin elektoral, Shkotha kap këto biseda dhe nga aty nis, me kë ka folur në grupi i Shkodrës në 2019-ën, me kë ka folur në 2021-shin, me të njëjtit aktor do flasë dhe në këto zgjedhje. Pra në këtë moment ti mund t'i bësh një
Ato hetimet e skaluarës i shërben vetëm të skaluarës. Nuk mund të godasësh aktor të sotëm për me hetimet e skaluarës. Nuk shkon ai. Çfarë po thot Sali Berisha Denis? Grupit e para gjykim biles. Jo, më vjen keq. Jeni gabim. Aktual, jo. Njeriu aktual. Sali Berisha po thot, Safet Bajri po telefonon nga burgu biznesmenët. Po të përmend grupet, sepse duhet të përmend emrat, grupet e Durrësit me emër që thot janë në zgjedhje. Po të përmend Suel Çelën në çdo lloj takimi që po të. Po ta përmend Sali Berisha. Se mos mendojnë që Sali Berisha po dekonspiron një operacion SPAK-ut duke thënë publikisht. Po pse do ta quash ti këtë gjë? Po tani mos e quaj. Ka një gjë, më pakta, dakord jam. E zëm që po dekonspiron. Pse SPAK-u? Se ku e dim ne që SPAK-u nuk po heton këto që thot doktori bën ato që bën çunat e kaplanait atje. Dekonspiruan dhe ai roja atje, dekonspiroi një operacion. Dhe doktori duke dalë duke thënë çdo gjë që mund të jetë duke hetuar SPAK-u, praktikisht mund të jetë duke hedhur në erë një hetim. Do t'jap një rast personal. Flogert, unë jam thirrur në SPAK për një deklaratë që kam bërë në media. Dhe ata kërkuan informacion si person o dijeni ndaj meje. Pse nuk thrasin Sali Berishën ata për këtë gjë, që të nisin një hetim për krim elektoral? Pse nuk i thonë ta zoti Berisha ti nuk duhet flasësh sepse ne jemi në këtë ngjarje? Pse nuk dalin të reagojnë? Do të SPAK-u e ka për gojën. Dhe këtu ku na çon kjo lloj? Një sekondë. Ata nuk po flasin për asgjë, mos sa flitet për SPAK-un. Ata do të rinë gjithë ditën duke bërë reagime. Jo, janë të rënda. Ai thot Sali Berisha ose Suel Çela. Berishën, se Berisha është lideri i opozitës, mund ta thash bën një deklaratë aty në fushat. Ore zotrin, nëse deklaratat politike pra. Sa i mbrohet me deklaratat politike, siç je ti në këtë rast, nuk ke përgjegjësi politike në këtë rast. Berisha është lideri i opozitës, ai mund të thotë, ai një pjesë të mirë atyre i ka dhe mashtrime, çfarë bën politik. Po janë shumë të rënda për Denis. Çfarë i ka thënë? Janë shumë të rënda. Më fal, i ka thënë Fatos Nanos ai çfarë nuk i tha? Po plani Zemunit, po duke i zi. Binde që prokurori i përgjithshëm ta thrisë doktorin çdo ditë. Jemi në erën e SPAK, jo në erën e prokurorisë dikurse ku drejtësia di dorë. Logjika është e njëjta gjë. Jo, pra s'është e njëjta gjë. Sot SPAK-u institucioni pavarur që nis hetim për një deklaratë. Të të bëj një pyetje. Emiliano Shullazi është arrestuar vetëm për një deklaratë që ka bërë në emision opinion për zotëri. Se s'ka këtu paras largim apo s'ka një standard në raport me ja e thirrën doktorit dhe doktori thotë unë nisin hetim. Po një sekondë, ku e morët informacionin të pyesin. Ore Lea, edhe nis hetim ai. E thash për politikë, çfarë do të thuash ti pastaj? E thash për politikë. Po si bën deklaratë? Jo, ama nuk mund ta thotë Sali Berisha ti shpallë. Dali SPAK-u pastaj ky ja futi kot. Po nuk duhet ta thot më. Po do të gjithë ta thot më se kemi të bëjmë Denis me një realitet ndryshe. Almer, të kuptosh edhe një herë. Po luhet fakti Shqipërisë sot e politika me SPAK-u duhet merret me çdo deklaratë politike dhe mediatike apo të bëj atë punën aty në terren. Ka nisur hetim për deklarata politike, o Floger. Sa ngjarje keti mbi deklarata politike nisur hetim ata. Kanë thirrur njerëz, kanë arrestuar njerëz. Nuk është kështu. Për deklaratat Artan Hoxhës janë hapur dozë më zotri. Nuk funksionon kështu puna e institucionit të drejtësisë. Si? Nuk funksionon në këtë formë. Nuk funksionon sepse është tjetër edhe një herë duhet ta kuptojmë mirë dhe ne si gazetar. Politika, pavarësisht për lideri ose kundërshtari, nuk është në luftë. Jo, unë kam me standardin e SPAK-ut. Një sekond, pra këtë po të them, nuk është në luftë me drejtsinë. Dakor, Berisha kur flet për Kaulan Ballën, i jep mesazh Ramës, nuk ka pse i jep mesazh SPAK-ut, se SPAK-u e ka aty. Po ja pra tani Sali Berisha ka nxjerr përgjimet e Tauland Ballës dhe për foljen e emrit tim me grupet kriminale të Një sekond pra tani se ato. Ka nxjerr faktin. Nuk e dim pra çfarë janë ato, ai ka nxjerr një fjali aty dhe ka. Ora ke shumë gabim, i ka konfirmuar SPAK-u këtë stop të ndalë. Po, një sekond. E ka nxjerr atë? Fjalin? Po. E ka SPAK-u këtë flet? E ka patjetër. Atë pse do ta thrasë doktori? Si do ta thrasë Berishën? Duhet maksimumi duhet i thotë mos i nxjerr. Dy gjëra o Flogert, po ngatrojmë hetimet ato dekriptimet e bisedave të shkruara të Skype me deklaratat që bën sot. Pra unë nga po them që sot SPAK-u e ka të lehtë të hetoj krimin elektoral sepse i ka aty aktorët. Po tani më fal, doktori mund t'jap një tjetër perspektiv. Patjetër. Doktori del dhe thotë që Flogert Muça në Klos, atje lagja ime, po ble vota për Adriatik Lapajn. Po. Futja kot. Dhe SPAK-u ndërkohë më ka patur mua sikur tisha unë Bajri. Më ka patur ndërkohë në kontroll, në monitorim, në përgjime kështu me radhë dhe di që ajo që thot doktori ndaj meje nuk ka asgjë të vërtetë. Dhe për këtë arsye ndoshta, duke qenë se SPAK-u këtë Bajrin me shok se u përgjoka Veliej, nuk u përgjoka Bajri. Besoj se përgjohen gjithë ata. Ata janë në përgjim. Duhet të jetë kështu, duhet të jetë pra. Dhe mund të jetë edhe kjo tjetra, po them që në fakt Bajri nuk po flet me askënd.
edhe pse do donte shumë ndoshta të dirigjonte gjithë bazën e tij jashtë, dhe doktori thjesht po përpiqet gjej po bën politik, po e them kështu, nuk po them humbje fitore se ato. Unë kam një shqetësim qytetar. Jo, e di çfarë thash. Ta thash se ka shumë perspektiva nga mund ta shohësh. Pra po të ishte e vërteta absolute, ajo që thot doktori apo Rama, ne s'do bënim debat sot në studio televizive. Të paktën politikanët duhet të rregullojnë gjuhën e fjalorit tyre politik në përmendjen e emrave apo deklaratat që bëjnë të paktën me çështje sensitive. Hajde le të bëjmë politik. Po si, dakord jam me këtë. Po çfarë themin e doktorit, pse e përmend? Po nëse ti doktorin e thret Denis, edhe ti thua zotri, na jep neve të dhënat që ke ti. Ora ai ka me këto ngjarje. Ai ka lexuar një gjysmë flete të dosjes. Çfarë dhënë të Jo, nga dosje, po e heq dosjen modernisht. Sali Berisha në 2 takimet e fundit në Elbasan dhe Durrës ka përmendur emër për emër grupet kriminale që po blejnë vota sot. Jo kanë bler 2021. Një sekond, e thirrën aty do thot, e thash kështu ma tha dikush, çfarë do t'i bësh? Po, a e di ti ç'a ka thënë kur e kanë pyetur Bashën për çështjen e Toyota Yaris? Ma tha dikush tha, kaq. Ore mora vetë raport, ajo që ka thënë prandaj po them, mos shko, prandaj po them, nuk është politika në luftë me drejtsinë. Ne ngatrojmë. Ky është gabimi më i madh i politikanëve. Nuk bëjmë politik, po merrem me futen në fushën e drejtësisë. Kisha vetëm një fjali. A bën sens o Almer se ishim te emrat dhe përdorimi i emrave që unë pajtohem plotësisht me ty? A bën sens, dhe është e parë dhe dëgjuar në një vend demokratik, po flas, nuk e di unë ç'bëhet në Zimbabwe, që kryetari i opozitës të merret me kryeprokurorin special, duke i nxjerr gruan dhe kushurinjt, se ka bërë sot, dhe duke i demaskuar në rrjetet sociale. Pra, jo, kjo është kulturë, dakord, po kultura. Edhe unë kjo është pesh. Ore politikanët duhet merren me politikë me. Kjo politikani, kjo i kalon limitin. Unë jam kundër kësaj gjuhe. Berisha sot duhet merret me programin e partisë. Rama sot duhet merret me ato që mendon janë programet e qeverisë. Po ka që thjesht të denoncoj patjetër. Denis, bëre programin Hyll, vendosi qytetarit 10.000 euro pag, premtoi dhe parajsë në tokë, në qoftë se ti qytetarin nuk e le të votojë lirë apo të kontestoj programin tënd me vullnetin e tij, këtu ka mbaruar politika Denis. Sepse këtu është futur loj krimi, këtë gjë po të ndalojmë, këtë të heqim nga loja. Heqim nga loja të Denis. Tani të bëj pyetje për këtë Almer. Atë barin e keq, pra ta heqim atë barin e keq. Të bëj pyetje, nuk dua se emra asgjë, dua vetëm sinqert nga ti. Kjo opozita është ajo puritania dhe ajo qelibaria që nuk ka. Jo, nuk është. Në segmente caktuara dhe kjo opozit ka pasur lidhje në shkorën e vet. Edhe mund të ketë dhe sot në përlistë. Edhe mund të ketë, nuk e përjashtoj. As jam këtu për të mbrojtur horrliqet dhe pislliqet e një force politike. Jo. Kupton sepse dalë të bëj fytyrën time. Po ti ishe për të bërë atë, nuk ta bëra si pyetje. Unë e di që nuk e bën. Ka një gjë. Prandaj po them që unë pres nga Spaku dhe të më thot, në qarkun Durrës opozita kishte 3 elementë të përfshirë të lidhur me bandat. Në qarkun Shkodër, hetuam dhe nxorëm që Partia Socialiste. Do të presim raport. Këtë presi s'ka. Si, ore Denis, do t'jap edhe një fakt Denisit pse them unë që Spaku nuk është i sinqert apo nuk e bën punën siç duhet. Denis, një nga njerëzit e ditë ngjarjen e Elbasanit 2021 e di shumë mirë. Atëherë në të ngjarjen e Elbasanit, sipas hetimeve rezulton që ka pasur element të blerjes votës apo të ndikimit të votës nëpërmjet grupe kriminale në sendet e vlefshme që janë gjetur në automjet. Dhe aty këto fakte janë mohuar nga prokurori që sot është në SPAK, që jetoi çështjen. E rrëzoi komplet të dhënat. Dhe ky njeri sot është në SPAK, quhet Alfred Shehu. E di apo jo? Njeriu që holli poshtë komplet skemën dhe vërtetësinë e ngjarjes së vrasjes atij robit atje. Ja, pra ky është Spaku dhe elementet janë brenda. Atëherë pse mos dyshoj unë që Spaku nuk është profesional në futemi, mos futemi te pjesa e një debati që na fut nëpër xhepa. Ideja është kjo. Themi që Spaku do i certifikojë. Po opsionin e mos certifikimit zgjedhjeve e ka Spaku? Dhe si mundet që të mos i certifikoj, se nëse themi ka fuqi ti certifikoj. Legjitimon ose i delegitimon me raportin që deli Bardh si zi. Jo, nuk është çështje raporti. Kjo më intereson, si mund të delegjitimohen zgjedhjet? Kur themi legjitimon zgjedhjet, legjitimon me goditje, jo pa goditje. Pa goditje do thotë që ose zgjedhjet ishin totalisht të pasta. Me goditje nën kupton para zgjedhjeve. Para zgjedhjeve pra.
Ky është legitimiteti dhe certifikimi që mund të japë. Në qoftë se ka kaq shumë probleme sa pretendon opozita, unë nuk mendoj se ka kaq shumë, por le ta themi nëse kjo ndodh pas zgjedhjeve. Ka një moment delegitimimi. Denis, fal, ka një moment delegitimimi. Në qoftë se SPAK-u nga sot, se jam pak me Almeri. Jo, vetëm doja të thoja që nuk do presim një raport ne që zgjedhjet do pranohen. Jo. Ideja është moralisht se mund të delegitimojë. Ja, në qoftë se SPAK-u regjistron, po ja fuskot tani, po marr një numër 110 kallëzime për tjetërsim vote. 110 dosje, pam aty. Dhe në 11 maj ne i marrim vesh që janë 110 personazhe të lidhur 95 me PS-n dhe 20 me PD-n, po ja fuskot tani. Ne aty, ose e kundërta, PS-ja t'i ketë 109 dhe vetëm një rast i opozitës, ne aty në perceptimin e opinionit publik, do themi dy gjëra. E para, këto zgjedhje janë të dyshimta, dhe e dyta, SPAK-u ishte i paaft sepse ka thjesht 110 dosje stiv aty që duhet i shoh dhe nuk bëri asgjë për të parandaluar dhe për të na qartësuar që u kapën në kohë dhe nuk u interesuan. Kjo është pra ajo, si e mendoj. Në këtë formë, të bëj një pyetje. Shiko, më fal, do të bëj një pyetje Flogertit edhe për ta hedhur për debat. Nëse në raportin përfundimtar pas zgjedhjeve të 11 majit, Partia Demokratike me argumenta apo me provat e saj krijon një raport dhe thotë ne mendojmë që në këto zgjedhje na janë mbledhur votat apo ka pasur ndihkim të krimit. Është tjetërsuar vota në zona caktuara. Pretendimi i Partisë Demokratike. Dhe SPAK-u del me një raport, thotë neve në punën tonë në terren për 2 muaj nuk arritëm të dokumentonim asnjë vepër penale të blerjes apo shitblerjes votës. Çfarë do ndodhë në rast me fatin e zgjedhjeve? Ku do ta mbajmë ne kandarin? Nuk i certifikon SPAK-u. Unë më flas moralisht, moralisht studio politikisht. Përgjigja. Sot që flasim, ti ke çdo sondazh të mundshëm që e nxjerr SPAK-un plus 70% besueshmëri dhe opozitën plus 32, 35, 37% sa duash ti. Pra SPAK-u është 2 herë ose dhe 1 herë më shumë i besuar se sa opozita. Në këtë kuptim, po ta them kështu pragmatist thatë fare, në këtë kuptim, nëse SPAK-u thotë që ne e monitoruam këtë proces, kapëm kaq raste, dënuam kaq. Ne nuk kapëm. Po e kanë kapë një skenar që po them unë. E kanë kapë një prandaj. Me një dalje, ai lushin si ishte. Po ajo i kapi policia, më ishte një thashë them, na merr 500 euro dhe më japësh votat vllai. Nuk ka rëndësi, po nëse del ashtu, që unë nuk e besoj se do të dalë ashtu, që timi. Po ta marr këtu, po flas, ta marrim si skenar, pastaj të kapim të skenarët e tjerë. Nëse del ashtu dhe opozita nga ana tjetër nxjerr fakte dhe prova për të kundërtën, SPAK-u merr një goditje shumë të rëndë në imazhin e tij. Bravo. Dhe është i detyruar, dhe është i detyruar që këto prova është i detyruar që t'i marrë nga opozita dhe të nisi çështje. Po me fatin e zgjedhjeve çfarë do ndodh? Dhe me fatin e zgjedhjeve, zgjedhjet mund të certifikohen në kuptimin juridik nga ana e OSBE-s, e KQZ-s, se thash, por ne që jemi në një farë mënyrë dhe opinion bërës dhe gjithë opinioni publik, do jemi me gjysmë zëri duke thënë rritet presioni ndaj qeverisë. Po thoje me Flogert që i njëjti skenar ndodhi në Shkodër, hajde ti kthejmë ti bëjmë zgjedhje në Bashkinë Shkodër. E nxori pra opozita bajrat që hynin atë, hynin në qendrat e votimit. Pse nuk u përsëritën zgjedhjet? Si bajrat që hynin? Zotri, ka fakturë. Lëviznin andej vërdall. Hyn në qendrën e votimit, personat e familjes, grupit Bajri hyn në qendrën e votimit dhe me provë, me video. Ishin në kërkim këta? Po normale burr hyn, mbyllën Shkodrën brenda më zotri. Nuk ishin kërkim apo? Ore janë njerëz element të grupeve kriminale të njohur në Shkodër që drejtën e votës se ka lloj si unaj. Më fal, më zot. Tani se vetëm avokati i krimit ka qenë në herë Floger, dhe ndikuan. Atëherë zgjedhjen në Shkodër duhet ishin përsëritur pra, ja që nuk u përsëritën. Ja që Shkodra e fitoi qeveria. Pra po flas legjitimetin pra. Jo, nuk ka shpresë, po SPAK-u nuk është serioz këtu. Këtu të dalim të pikën SPAK-u tregoj. O e kontrollon Rama, o ata kontrollojnë vetveten ose amerikanët, po qepin gojen ose nuk janë ndjen për krimin zgjedhor në Shqipëri. Të jap në një situatë tjetër? Po. SPAK-u nuk e ka fare detyrim të merret me zgjedhjet. E ka sepse e mori përsipër e mori përsipër. Më lër pra ta çoj deri në fund. Po. E mori përsipër sepse donte të angazhohej për të, meqense ka një besim publiku tek institucioni. Po t'ishe le të themi një kryeprokuror në pak suedez ose norvegjez në SPAK, mos t'ishte pak i ndjeshëm, fare i ndjeshëm, do thosh
po merret në një tim, unë do ta jetoj kaq. Rikthehemi te Arben Kraja dhe pse ta bëj Po këtë? të mos ish një Dibran i mirë që ka dëshirën e mirë fakti që është futur në lojë, ajo në një farë mënyrë institucioni ka vënë dhe fytyrën e vet aty. Patjetër. Ka hapur zyrë. Dhe mos harroni diçka për t'ia thënë publikut. Spaku nuk merret me çdo krim zgjedhor. Spaku merret me disa nga veprat kriminale. Ideja është kjo që tha Almeri për Fierin. Se është dhe prokuria e përgjithshme. Almeri hodhi një tezë të lezetshme për sa i përket Fierit në 2021. Tha, nëse qytetarët lejohen të votojnë, bëjnë votacione. Ideja është nëse Spaku më kujtoj Fierin. Kemi ndonjë denoncim të Gazbarit apo? Kemi. Ku është? Ma thuaj valla. Futur faqen e Gazbardit. Ja të përgjigjem Redit. E ka çuar në SPAK. Tani, nëse do. Ka ke mekanizmin, ti je kryetari i grupit parlamentar të partisë më të madhe opozitare. Sepse tani po më bën avokatin e Gazit. Jo, s'po të bëj gaz. Jo, një minutë. Gazi po merret me atë Zeçinen, është një kandidat aty që bën gallat me Gaz. Kjo është më mirë lojë politike e pranueshme. Tani Lexoje për Denisin, edhe lexoje edhe për Flogertin. E ka çuar në SPAK. Thuaja publikut. Ta lexoj Flogerti, jepe Flogerti ta lexoj. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i përfaqësuar nga kryetari i grupit parlamentar PD zoti Gazvendbardhi me adresë njoftim Kuvendi i Shqipërisë, bulevardi dhe të tjerë, ka kundër Majlinda Bufi me detyrë kryetare e bashkisë. Ai ka çuar në SPAK. Ta lexoj ai çfarë është? Lexo çfarë është kjo? Kazimi i veprës penale, përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Kujt i drejtohet? Jemi përgjigje të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit. Kjo është ka detyrë, pra çfarë do bëjmë? Tani, shumë mirë janë nga kjo sepse nuk duhet bëj avokatën e Gazit, brenda publikut. Një nga juristët publikut. Një nga juristët më të mirë në vend është Gazbardi? Po. Do t'ja kërkoj SPAK-ut, zotëri, ka bërë këtë, ke bërë gjë, më jep për 2 javë, do hapë çështë apo jo? Kaq thjesht. Ky lajmi i mirë është ky që Gazi në të rast ka bërë realisht kallëzim dhe nuk ka bërë atë që bëri me Për 2 javë SPAK-u do t'i jap përgjigje. SPAK-u do t'i jap përgjigje për 2 javë. Zotit Bardhi, ka element që do ta regjistroj si kështu procedim apo jo? Ka që thjesht në Almer. Për Fieri. Të Fieri. Jo, nuk kam të Fieri, kam përgjithësi mbi zgjedhjet. Nëse SPAK nuk ja del që të le të themi të pengoj, të parandaloj, të bëj presion, të krijoj kushte që qytetarët të votojnë të lirë, atëherë jo, nisem nga ajo që the para, po pra, shumë mirë, ti nisesh. Ti kur më pyet mua, e di unë nga nisesh. Ta them unë. Nisesh për herë sepse unë po kaloj tek një çështje tjetër. Kryes Sali Berishës duhet ta qepi gojën nëse SPAK-u bën këtë si duhet. Nëse ata u marrin rezultat se unë them, dëgjoj, të gjithë do ta mbyllin gojën nëse SPAK-u del aty si burra. Po çfarë do bëjë SPAK-u? Si në këndvështrimin, prandaj them është relative. Po jo, më nuk është relative fare. Nëse SPAK-u del në këndvështrimin e Berishës, SPAK-u e bën punën nëse Berisha vjen pushtet. Tani, sa të them tani, nuk këndvështrimin tim, nuk ka moral Sali Berisha të ngrej. Ne kemi diskutuar asnjë lloj alibi për humbjen e zgjedhjeve nëse SPAK-u del dhe provon. Ne kemi diskutuar dhe Redi e di. Për mua SPAK-u e ka mbyllur misionin e tij në atë që është goditja e të gjitha niveleve të qeverisjes në këtë vend. I ka goditur të gjithë. Nuk ka një zyrtar postove pa emra që nuk është goditur nga struktura e posaçme. I ka mbetur dhe kjo zgjedhje. Nëse bën dhe këtë SPAK-u është 10 me yll, nuk ka më. Lealtin Duman SPAK-u mund përgjigjem pa. Po. Janë për mendimin tim 4 elementë shumë të rëndësishëm që të paktën gjysmën e rrugës ja kanë bërë SPAK-ut, e kanë kryer. Pra SPAK-u ka bërë 4 akte, njëra nuk është akt, është frym, që në një farë mënyre që tani që flasim e ka bërë më shumë se gjysmën e punës për të patur një palë zgjedhje më të mira që mund të kemi patur ndonjëherë. Cilat janë këto 4 pika? E para, goditja ndaj krimit të organizuar. Sot që flasim, të gjithë kokat e bandave kriminale që përflitën e ku diun se çfarë, sot i ke ose prapa hekurave, ose në Dubai. E dyta, goditja në rang qeveritar ka qenë nga zëvendës kryeministri, ministra, më se të thash. Kryetari i Bashkisë Tiranës. Prit, në rang bashki, po zbres me rast, pra, nga krimi që është si qeverim vete, le të themi, zbritet e qeveria e dytë, që është qeveria, vazhdojmë të bashkit
nga bashkia e kryeqytetit, te drejtorët e kryeqytetit, deri te kryebashkiak të Lushnjës së Dreqit të Biri. Po mjafton Tirana janë. Mirë, po ja them gjitha. Dhe nga ana tjetër janë thirrur dhe tjerë, janë në përhetime, më se thash, dhe të gjitha këto bashk, me gjithë mbështetjen që i kemi dhënë dhe ne, modeste, po ja kemi dhënë vazhdimisht, ka mbjellur një lloj frike që ne si gazetar të katërt këtu e dim që kur tentojmë të marrim informacion nga deputet të opozitës apo të mazhorancës, apo zyrtar, ka një lloj droje për të folur në telefone, ke vënë re edhe për të dhënë një informacion bazik. E vërtet. Domethënë, ku në çfarë vendi ndodhet godina e OSHS se dua të shkoj se më kanë prerë dritat, aman që janë këto muhabete telefoni, takomi, ta tregoj, më thuaj adresën më. Pra, çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ka një hije dhe njerëzit janë bërë me hije dhe këto përgjimet e famshme. Dolën përgjimet e Veliajt, që kishte folur me familjarët atje? Ato përgjime kanë mbjellur frikë edhe te pjesa tjetër tani që bëjnë fushat në terren, sepse mendojnë se më fal, po edhe kjo tjetra pra të më falni, po kur përgjokën kryetarin e Bashkisë Tiranës në Burg ku flisa me gruan. Imagjino çfarë na bëjnë neve, ose doli lajmi tjetër që Spaku paskër ka përgjuar antarin e gjykatës kushtetuese. Pra kur shkojnë te antarët e gjykatës kushtetuese, çfarë kanë gazbardhin apo tjetrin, atë xenoklosin në fier ata për ta përgjuar. Në këtë kuptim, të gjitha këto që thash unë, atë duken pak në luftën kundër deformimit votës që ka bërë Spaku, goditja e krimit, goditja e qeverisë, goditja e bashkive, mbjellja e frikës, lajmet që janë të gjithë pushtetshëm nga gjykata kushtetuese deri tek më i fuqishmi pas Ramës e Rion Veliaj. Flogert, rezultantja e gjithë kësaj veprimtarie të Spakut. Rezultantja e gjithë kësaj veprimtarie për mendimin tim është kjo që sot e para ata që janë traktativistët, pra tentues, po ndërmjesit, intelektutorët për të deformuar votën janë friksuar dhe qytetarët janë trimëruar në një farë mënyrë, duke thënë që kemi edhe Spakun edhe nuk kam frikë, i thonë edhe atit, kam frikë tani ta bëj këtë se mona del në i përgjime dhe i bimë shku në burg. Se dhe reklamën që ka bërë Spaku me KQZ-n, e më duhet ta them, edhe pse nuk e dija ka paguar KQZ-ja këtu që t'jepet ajo reklamës, duhet paguaj, se ka bërë gabim që se ka bërë, se me taksat tona po i paguan, është një reklam interesante, që dikush i jep një djali të ri X para në këmbim të votës, dhe ai teksa i hypet makinës dhe vazhdon rrugën, thotë prit se liria ime vlen më shumë, kalon aty te Spaku dhe kthehet i jep parat mbrapsht. Edhe kjo është një mesazh i qartë i asaj trimërimit që un po them, ose mbjelljes frikës ore, që ju thu qytetarëve që kujdes se edhe ju mund shkonin kokër të burgut. Pa nuk është bërë pak, nuk duhet patjetër të shohim pranga atje, kërcitje prangash qytetarët nuk votojnë të lirë. E do të jap të një gjë. Atëherë, kjo pastaj është lidhur me këtë, sepse është relative. Bëri parashtrimin e gjithë ti ke fakte alternative. Unë lexoj, ta kam thënë, propozitën, i vetëm këtë e thuaj. Propozitën unë lexoj Berishën. Nuk e dëgjoj në asnjë takim Berishën që ta ankohet për këtë çështje. Zero. Për kë? Jo, i vetëm kërcënon grupet kriminale, jo. Po ku i ka thënë unë shoh më i fresh ka djegur këtu ka tani vonë ka filluar tek këtu kriminale. Ka përmendur emra, emër për emër. Mund të jenë edhe ftesa ato Almer. Janë dhe ftesat. O Denis, mo nuk më intereson, ti Flogert, mo nuk më intereson se çfarë deklaron një politikan. Mos qytetar dhe si njëri që kam një hapësirë të caktuar mediatike, më intereson, shqetësohem që një drejtues një force politike thotë që mua po më prej qytetarëve, të gjithëve neve që jemi në opozit, i element kriminal do na tjetërsojnë votën. Kjo më intereson mua, zotëri. Si? Se del nesër e drama dhe thot doktori po na merr në qafë në Elbasan, do thot, sepse ka vënë gjitha bandat në Elbasan kundër Arbian Maznikut. Ta thot më zotëri. Ta thot prapë, nuk është puna ta thot, duhet ta provoj. Tani, nëse ai kryetari i opozitës dhe zoti Berisha o ka bërë një deklaratë fake, o duhet hetuar për Ervis Taliani vajti në burg marti ti Flogert tani për një skenim për gjë koti. Pse ai Berisha nuk e marr. Do thotë që Spakut nuk janë ndjen, nuk janë ndjen fare për këtë gjë. Si se ndjen fare. Ora se janë ndjen hiç për
krimi fare. Nuk bën Ja të shikojmë rezultatin. Unë po tisha Altin Dumani, e di çfarë do bëja? Do thoja me parimin zotëri zgjedhjen politike bëri çfarë doni. Unë jam në zyrë do merrem me çështjet e. Ai ka bërë një diçka që nuk e bën mirë. Atë po bën ai, atë po bën. Ai thotë unë bëj punën time, ju aty për hetim. Çfarë ka veprimtarisë vetës? Po çfarë ka zgjedhjet, ka politikë. Jo, se ka zgjedhje, po jo mos se ka zgjedhje. E bëjmë kështu tani, dalun dhe them që familja Berisha po blen votat e rruga Mustafa Matohiti. Dhe jo prit dhe tani mes fushatës, Spaku du të marrin pyetje doktorin, Shkërzenin, Argitën, Lirin, se e tha Flogerti publikisht në media. Nëse ka indicie tani ka indicie, po nuk ka pra ndoshta indicie. Fali minut. O vendosim kriter që do marrin për të çmendur çdo kënd. O do t'i çojmë psikiatrike e pesa, në o t'i çojmë ke Njishi, ke Spaku, në kofushate. Ore ku t'i çojmë? Pesa në kofushate gjithë valla. Në kofushatet e pesa mas zgjedhjeve të Njishi gjithë. Patjetër mo. Tani shiko. Kaloj një tjetër se e mbyllet. Se kjo ishte. Do jap dhe një detaj për këtë që tha Flogerti më parë. Zotri Spaku e ka bërë mirë punën e tij, sepse me sa kam ndjekur kronikën e vlerësoj, por Spakun e ka tradhtuar policia e shtetit që në të gjitha rastet është akuzuar dhe është e përfshirë në lidhje të ngushta drejtuesit e saj me bandat kriminale. Kaq kisha rezultatin dhe të gjithë parashtrimi që bëra unë, le ta japim mendimin qytetarët sepse e dinë më mirë se mua çfarë ndodh realitet. Do e shohim se qytetarët na gjykojnë gjithë në merr, pa merak. Na ndihmon e kaluara. Në këtë vend, në vitin 2005, ministri i Brendshëm pasi humbi mandatin tha më vodhën votat. Tani mos të le tani çfarë them unë, ishte i PS-s, ai tha edhe mund t'ja kenë marrë më. Po tani si ta saksoj. Akuza për vjedhje votash. Çdo humbës e ka justifikim. E ka justifikim. Prandaj thot edhe Berisha mund ta eci me këtë çështën e alibis. Jo, justifikim ai pastaj. Si s'është justifikim. Vota një herë fajim, vota një herë fajim, vota herën e dytë është fajim. Pastaj që ajo që dua që them unë është që ne nuk duhet të merremi shumë me çfarë ke drejta të thuaj, nuk duhet të merrem shumë me çfarë thotë i politikan. Mos u merr. Atëherë, kjo është histori, pastaj pse do ta bësh ti betejën për Berishën ose për Ramën dikush tjetër që po i vidhen votat njërin nga apo tjetrit. Ja janë institucionet, valla, këto janë institucionet që kanë ngritur. Nëse nuk i besojnë institucionet e tyre, prapë këtu do jemi. Interesuar për votën e qytetarëve. Mos më intereson fati im personal dhe i familjes time dhe i gjithëve bashkë. Ti do vesh voton si zotëri valla, në raport me politikën e vendit. Nuk më intereson mua as fati politik i njërit as i tjetrit. Po nuk zgjedh me luftë kjo. Doli një aty dhe hajt bëjmë luftë tani. Të bëj luftë Spaku me këdo. Nëse ne kemi për të çuar dikën në shtëpi me votë, le ta çojmë ne me vullnetin ton. Ore edhe një herë. Mos ta çojmë vullnetin tjetërsuar i grupeve kriminale. Këtë ka në përgjithësi. Parimisht tu ka njëri kundërshtim me këtë. Nuk po flas politikisht. Nuk po flas nuk po flas në aspektin e një kronike të zezë. Në përgjithësi zgjedhjet sado të ketë tentuar një palë për ta tjetërsuar dhe për t'ia dhënë pushtetin nuk ka ndodhur. Nuk ka raste që të ketë fituar në tavolinë PS-ja dhe t'ia kenë dhënë PD-s. Edhe 2009 që është viti më i diskutueshëm, sepse aty u ndan, dakor? PD-ja ka pasur majën e saj, domethënë votat e 2009-s janë vota më të mëdha dhe aty nuk arriti dot të merrte 71 mandate, pavarësisht përpjekjeve. Pra a kishte fuqi PD-ja në atë kohë që të blinte vota, po them në mënyrë figurative, sepse prapë s'duhet ta akuzosh. Blema në pushtetit më jo me kesh. Dhe nuk vuri gjithë makinerin çka kishte dhe çka do thuash nuk arriti më shumë të merr, nuk më arriti të merrte 71. Mori vetëm 70 bashkë me Mediun. Që do të thotë në Shqipëri le themi këto grupe të ndihmojnë të krijosh një avantazh të lehtë, por nuk ta japin rezultatin tavolinë. Kjo është e rëndësishme për të kuptuar nga të gjithë. Pastaj le ta lëm Spakun të bëj punën e vet, por normalisht jo në presion në burrë. Ti thua tani Spaku doli ky fakti se merr këtë. Jo. Tani si ti ja bën? Ai po tenton politikisht ta delegitimoj Spakun që sot që ndat 12 analizë pastaj, po analizë për doktorin, unë s'po bëj analizë për doktorin, unë po e bëja unë. Almeri thot tani doli ky fakti, hajde këti zoti Dumani dhe merre këtë faktin se unë them që është i vërtet. Jo, më jep mua një sinjal që ti po heton. Po pra, po ja pra sinjali kjo është pra. Unë po tisha unë, nuk do isha i çmendur të bëja këtë që po bën Altin Dumani, të ngrej task force-ën dhe të futesh në hullinë e një politike që është shumë diabolike, nuk është e sinqert, jo me njëri, jo me ata janë sinqert me veten mo. Po të hysh sot në PS dhe në PD, janë duke luftuar me shtiza. Tani mendon ti që ata do jenë sinqert me qytetarin dhe me
Spakun, tani Spaku këtu është fut në një mash mish të madh, nuk e di si do dali, po bravo i qoftë që ka marrë këtë iniciativë. Dhe në këtë rast unë them ai është